ku këto kuti të votimit janë objekt i hetimeve të institucioneve të drejtësisë. Dhe tu kërkohet atyre që ti marrin ato materiale. Për pa e pas një garanci se ku do të sistemohen këto materiale. Do të jetë një procedurë saktë. Atë miratohet. Sigurisht edhe nga mbledhjet e kaluara ne kemi diskutuar për kutitë e votimit të cilat ruhen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku këto kuti të votimit janë objekt i hetimeve të institucioneve të drejtësisë. Pra bëhet fjalë përgjithsisht 3220 kuti të votimit të cilat i kemi konfirmuar si të tilla me stafin e sekretariatit. Dhe këto kuti të votimit i përkasin proceseve zgjedhore të vitit 2014 deri në vitin 2021 të dy palë zgjedhjeve. Pra bëhet fjalë për gjithsejt 3220 kuti të votimit. Andaj, duke pas parasysh hapësirën e kufizuar të DPS-KQZ-s dhe nevojën për lirimin e kësaj hapësire me qëllim të përgatitjeve për zgjedhjet lokale që bën në këtë vit, dhe gjithashtu lirimi i kutive të tilla të votimit na mundson që të njëjtat të shfrytëzojmë për zgjedhjet lokale 2025. Sekretariati i KQZ-s i rekomandon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të marrë vendim që të gjitha këto materiale që ndodhen brenda këtyre kutive të votimit të vendosen në fazë të posaçëm. Të njoftohen edhe organet e drejtësisë dhe tu kërkohet atyre që ti marrin ato materiale, sepse në qendrën e numërimit të rezultateve nuk kem ndonjë garancie që ato nuk mund të dëmtohen. Unë i mbledha që to po mbrojnë 3760 kuti, jo 3220. Shifrat i verifikojmë edhe një herë. Cila është përgjegjësia jonë, për shembull, a mundemi që ne eventualisht me një votim që të lirohen hapësirat, për pa e pas një garanci se ku do të sistemohen këto materiale zgjedhore që janë objekt institucioneve të drejtësisë, ta marrim një faj për shembull për eventualisht shpërdorimin ose ku dione korruptimin e tyre. Do të jetë një procedurë saktë e qartë se si do të lirohen kutit, po dhe në çfarë lloj thosë. Unë e hedh votim kush është për miratimin e rekomandimit për lirimin e kutive. Me këto plotësime që u diskutuan çdo. Atëherë me 11 vota për, kundër, abstenim nuk ka, atë miratohet.